Presidenti Clinton erdhi në Kosovë me njerë pas lufte dhe na tha: ne e fituam luftën, nërsa ju duhet ta fitoni paqen. Unë e mora këtë mesazh shumë seriozisht. Pas hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe largimit të forcave serbe, qytetarët e Kosovës nuk po luftonin. Ata po festonin lirinë e shumë pritur. Gjatë 9 viteve të para pavarësisë, do të thotë 1999-2008, ne ishim qytetarë të OKB-s në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, unë i bëra thirrje popullatës të kishte durim, të ishin tolerant, të bashkuar dhe të kishin besim të partnerët ndërkombëtar. Pavarësia ishte fryt i aleancës tonë me botën demokratike. Pas pavarësisë, punova me Bashkimin Evropian, me SBA-n dhe faktorë tjerë relevant për normalizimin e raporteve me Serbinë. Të nderuar gjyqtarë, ajo me të cilën u përballëm nuk ishte vetëm periudha e luftës. Ishte një shekull shtypje dhe apartheid. Traumat kolektive shkaktuan edhe ndjenjen e fortë e zemërimit dhe hakmarrjes gjatë dhe pas luftës. Presidenti Clinton erdhi në Kosovë me njerë pas lufte dhe na tha: ne e fituam luftën, nërsa ju duhet ta fitoni paqen. Unë e mora këtë mesazh shumë seriozisht. E përdora zërin tim për të bërë thirrje për paqë, tolerancë dhe unitet. Gjatë pjesës më të madhe pas luftës, deri në shpalljen e pavarësisë, unë nuk isha në pushtet, isha jashtë pushtetit. Edhe ku era në pushtet, ku marrë me fitore elektorale. Por gjatë tërë kohës, unë respektova normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera politike shqiptare dhe jo shqiptare.